Si duket ju kanë pasar në mojtë hundës burrat dhe nuk është se i duan prapë brënda. Jo se ka pasur ankesa. Mënyra aktuale shmangjes së arrestit me burg nga gratë është ngeli Jo, për një sekond. Ervin mos duri. Thuaj edhe një herë. Mënyra aktuale të gjithë personat të gjinisë femërore që janë të dyshuara për vepra penale, ish zyrtare ose zyrtare, janë duke ngelur shtatzan me qëllim që t'i shmangën arrestit në burg. Atëherë pas ka bërë një efekt poshtoka popullsi ndjekja penale. Gjëja më e mirë që boni. Është poshtohet popullsia. Suela. Po më fal, me çfarë masë sigurimi kanë qenë me detyrim paraqitje? Do t'i shmangën, Një mas sigurimi. Atëherë me detyrim paraqitje. Jo, të vjet me detyrim. Të vjet me detyrim prezervativi aty të ketë kontroll. Po vetë një matrikull. Po kushtë e kontrolloj. Tu me Vulova, gardiani. Cilësin. E provon njërë gardiani, pasaj. Ka një diçka. Masat e tjera të sigurimit, gratë mund bëjnë çfarë do. Duhet zgjedhur kjo çështje se tani. Kurse te arrestin burg, më shqetëson kjo gjëja. Te arrestin burg duhet. Kam dëgjuar dhe unë që te gratë ka kufizim. Kufizim. Megjithatë, një sekond. Tash nëse ky fëmia vjen në jetë nga nëna, ka dhe i baba. Kështu që edhe për burrat e njëjta gjë duhet të jetë, domethënë se nëse vjen një foshë një ka nevojë një sekond, ka nevojë për kujdesur të dy. Jo, ka nevojë, fëmia ka nevojë. Po ndryshojnë rrethanat e sigurimit, nuk vendoset masa e sigurimit nëse është me gjë. Unë e kuptoj çfarë bën. E shikon se shkelen drejtat e njeriut. Se si funksionon një familje është që njësoj duhet jetë për të dyja palë. Nëse ai ishte njërin palë, ai ishte në palës tjetër. Nuk është e hequr. Jo, është hequr, jo. E reduktuar. Është shumë e reduktuar. Dhe me kufizim shpejtësie të atij që nuk realizohet Karanja, qitja. E kuptuam mendimet tuaja, ishit fantastik, tani Gjoj, është momenti fantastik i mesazheve private tuaja, personale. Suela. Mesazhi s'është njëjtë me akuzën, ë? Për te, po pra, do dalë për te i burgjeve. Po. Se kjo atmosfera e burgjeve na mbyll. Po me thënë të vërtetë unë mbyllëm. Po pra. Në fakt duke ardhur rrugës, po mendoja disa gjëra që do doja të thoja sot, edhe unë do të qëndroj tek rasti i vajzës 25 vjeç që vendosi t'i marrë jetën vetës vet para 2 ditësh. Vajza 25 vjeçare, vajza në lulen e moshës, vajza në lulen e ëndrave, edhe që duhet kishte gjithë dashurinë e jetës, edhe gjithë lumturinë e jetës, edhe gjitha planet në kulmin e saj. Unë dje se si unë dje din ajo, po sot ajo nuk jeton më. Dhe se si tregojnë të tjerët është se këtë vajzë as nuk e deshën, as nuk e dëgjuan, as nuk e mbështetën, dhe po humbim vajzat tona për këtë arsye. Pra, vazhdojmë sot e kësaj dite dhe kemi faktin që nëse vajza sigurisht në këto zona, sepse vajza ishte nga Lezhë, po edhe zonat e tjera të Shqipërisë, martohet dhe bën një zgjedhje për shkuar te burri, kjo është zgjedhja e saj definitive dhe pastaj është barra e kësaj vajze të bëjë çfarë të dojë. Ta prindër duhet kuptojnë që vajza, ose ju lutem prindër, kuptoni, vajza është për jetë e juaja. Pra, është bekim të keni vajzë në jetë. Nuk është mallkim që të vi një vajzë në jetë të thuar sot tjetër herë me djalë. Aman jo, të vi një vajzë në jetë, gëzoju asaj, shijoja të mbështet atë gjithë jetën. Nuk do ta dojë asnjëherë burri i botës më shumë se sa nëna dhe baba i vet. Përndryshe vajzat po humbin jetën. Bravo.